Mirëmëngjes të gjithë dhe ju përshëndes, mirë se erdhët në Reze Diell, ja ku takohemi drejt për së drejti për të diskutuar sot tematikat të cilat lidhen kryesisht me anën tonë të përditshmërisë, me atë çka ne përballemi çdo ditë. Një të nepërditshme përballemi me kimikate të ndryshme, që nga detergjentët që lajm rrobat, që tek pastruesit e shtëpisë, që te tekstilet, rrobat që veshim, kozmetika që përdorim. Të gjitha këto janë të pasura me kimikate të cilat nëse ne nuk kemi të kujdesshëm për t'i përzgjedhur siç duhet, patjetër që kemi probleme me shëndetin tonë. Cilat janë këto probleme dhe sa të vëmendshëm si duhet i zgjedhim pikërisht të gjitha mjetet me të cilën ne kalojmë ditën tonë. Pra siç e përmenda, përmes një eksperti do të diskutojmë se sa të rrezikuar jemi nga kimikatet. Pjesa tjetër praktike e hapësirës së Reze Diellit për ditën e sotme do të ndalet tek peshqirët. Si të kujdesemi për peshqirët tanë me këshilla praktike, truke të ndryshme, në mënyrë që ata të qëndrojnë më të butë, më të freskët dhe më të pastër. Po ashtu edhe këllëfët është pranverë tani dhe do të dalim nga dimri që na ka izoluar ndoshta edhe te kjo pjesa e pastrimit të thellë të shtëpisë. Një prej tyre janë dhe jastëkët në brendësi të tyre për te këllëfe, për shkak të djersës, për shkak të papastërtive, flokët, fytyra, sigurisht grumbullojnë papastëri të ndryshme, ndaj ndonjëherë nuk kemi mundur t'i pastrojmë ashtu siç duhet. Do t'japim një përzierje shumë natyrale sot edhe të thjeshtë, në mënyrë që ato jastëkët e zverdhut jenë tashmë të bardhë si bora për gjitha ambisat tona. Edhe gjithë fusha dhe pjesa e prakticitetit do të vazhdoj edhe në kuzhinë me recetat që ka menduar Albana. Shkojmë së bashku. Albanën tonë në kuzhinë, të gatuajmë, të sjellim receta të thjeshta edhe të shijshme. Ashtu siç i do zakoni apo ashtu siç i do tradita? Siç na i do shija jo. Siç na i do shija, kështu do veprojmë sot. E di se çfarë është shija? Është çfarë ka shtëpia, patjetër po. Po çfarë është shija? Dhe unë e them me gjithë kuptimin e fjalës, çfarë është shija. Edhe pikërisht pikant. Pikant, shije. Bashkë me përparsën, ordëro? Ja. Ka shumë bukur. Saj është një emër që ka një eksperiencë të gjatë në tregun tonë, gati 30 vite dhe duke patur këtë pasionin për traditën, por edhe nga viti në vit duke rritur edhe cilësinë në produktet që përzgjedh, na sjell në tryezat tona paketime ekonomike të shijshme me produkte nga më të ndryshme dhe më të larmishme, gjithmonë duke u bazuar tek një përzierje cilësore, jo vetëm e lëndës së parë me cilën këto produkte prodhohen, erëzat e me radhë. Ju po shihni një variant të larmishëm të shportës tonë i saj, me llojet nga më të ndryshme të kësaj fabrike kompanie prestigjioze në tregun tonë. Tani le të na shpjegoj Albana se çfarë do të përgatisim me këtë sallami pikant që na prezantoi të parin fare, edhe çfarë do të sjellim për stryezën tonë, për shijen tonë. Bacar. Po, me lakër. E kam zgjedhur tjetë. Është tip gjelle. Po. Përdoret, mos katroni sepse ka bacar që është në tavë, që i shtoj miell, pra është thjesht pa miell. Është me lakër, dhe unë kam zgjedhur këtë. Faktikisht, kjo i ngjet lakrës, është një prurje e lakrës së Brukselit, po normalisht kushtet klimaterike, toka, gjithçka, bëjnë që të jetë pak goxha më e madhe, jo pak më e madhe. Pra ja, unë e kam sjell në pra nuk është si ajo lakra që kemi mësuar që është më e rëndë dhe më e unë do të thosha që është në mes të shijes sallatës, që është edhe i afrohet pak edhe sallatës iceberg. Sepse është më e fortë se sallata tjetër, sidomos duke hequr gjethet dhe brëndësia, është tamam e duhur. Sallata e icebergut është e shtrejtë, ne e dim shumë mirë. Për të bërë atë, dikush i thot sallatën e shefi, dikush ne përdorim këtë sallatë. Mesi është gjithmonë mesi është i artë. Që kështu unë sot kam zgjedhur këtë. Do të shtoj pakës vaj dhe kur flasim te vaj, unë do them vaj bimor. Tek e cili do shtojmë? Do të shtoj. Do të shtoj qepën e kam grirë
në copëza të mëdha edhe me sa shoh nuk ka shumë produkte kjo recetë. Pra fare kemi lakrën, produkte? kemi produktet e isajt, një salam pikant apo suxhuku për shembull, nëse do t'i goshetojmë të dyja. Dhe ja te kemi tek salca. E mbani mend salcën që bëm dje? Ja si qëndron. Pra, unë do marr një të tillë. Është salcë domate, një mënyrë treguam dje për ta ruajtur atë në ngrirje dhe të mos ju myket në kavanos, sepse nga përdorimi i futja e lugës her pas here në kavanos, na ndodh që myket salca. Përveç se treguam trukun dje se si mund ta mbroni, një nga mënyrat për ta mirëmbajtur, ruajtur salcën e kuqe është kjo. Prisni disa fleta pra të letrës së pjekjes, vendosni nga një lugë, dy lugë sa do të gatuani salcën, njëra mbi tjetrën dhe direkt në ngrirje dhe ja tek e kemi. Si që kemi në ngrirje? E marrë dhe vendos direkt. Kaq më duhet. Me njerë do të shkria aty dhe vazhdon puna. Dhe do ta ndihmoj. Për të kalon në fund fare. Mund të them që kjo mund të jetë mënyra më e mirë për ta ruajtur, se me të vërtet në për kavanoza hap mbyll, vendosur një lugë tjetër, se do vendosësh dhe të dytën, do ta trazosh, jo haron një lugë tjetër, e përdorur nga gjella, kështu që një mënyrë e sigurt kjo për të ruajtur freskinë e salcës së kuqe dhe jo vetëm është marr një prekje sheqer. Kaq. Për aciditetin. Ne bëjmë shijes të salcës. Pak sa më të duhur. Derisa të bëhet. Zbutim pak qepën, tani merrim me lakrën dhe ju e shikni tani se është lakër. Larja e lakrës pak me dorë, që në farë mos përdor. Pra, se është e butë kjo si lakër. Sa e kemi ende në treg, pse jo e shfrytëzojmë tani për disa gatime. Pra në shirita. Edhe pjesën e zemrës e përdorim, ndryshe nga lakrat e tjera, sepse janë më të forta. Vendosni furën. Diku te 200 gradë. Do piqet në furë kjo? Po. E lë sa të filloj të ulet volumi. Kjo quhet bacarë me lakra dhe me suxhuk. Unë tani do t'i bëj një lexim të recetës, se çfarë dhe si dhe sa produkte ju duhen. Megjithatë është një nga recetat më të shpejta dhe më të shijshme që ka pak produkte. Baza është suxhuku bashkë me lakrën, një kombinim shumë i mirë të dyjave për t'ju dhënë një pjatë të shijshme. Bacar me lakra dhe suxhuk. Duhet një lakër e bardhë, madje kjo gatuhet dhe me lakër tushi apo jo, lakër të kuqe tushi. Një ose dy suxhuk ose sallam të thatë. Një filxhan çaji miell misri, një qep e vogël ose e madhe, 2-3 lugë vaj ulliri, një ose 2 thelpinj hudhër, një lugë çaj speci kuq pluhur, krip piper për shije dhe ujë ose lëng kockash për të zier. Presim edhe lakrën tjetër, duke shtypur paksa. E gjitha të ngeret paktën për 4 veta. Kaq është dhe misioni im i prerjes së lakra. Po kaq, 2 lakra të vogla mjaftueshëm janë. Shija vazhdon dhe shtohet kur të shtojmë pastaj edhe suxhukun apo gradualisht, ja. Derisa dhe kjo lakër e pranon edhe piperin specin e kuq, edhe salsën e pranon. Vazhdimisht do ta përzijem sepse
derisa ne shikojmë të djersitjen e tiganit. Po, marrim edhe pak ujë. Kaq. E lëm të kaurdiset mirë. Pa shikon si e ullë volumin? E ullë gjithë volumin avash avash. Ajo ka vetë edhe ujë në trupin e saj, në përbërje, kështu që mjafton të ndihmojmë pak që të mos fahet më shumë se që... Shumë pak. Po. Vendos. Edhe. Dhe tani? E zhvendos. Kapakun. Vendosim dhe kapakun dhe lëm të zjej qetësisht të zbutet. Teksa në tiganin tjetër do të merremi me... Do merrem me sallamin. Kam menduar që të vendos suxhuk dhe sallat pikant. Pikantin, po. Për t'i dhënë atë shijen më ekstra. Të dyja janë produkte pa gluten, një përzierje mirë e një lëndë të parë cilësore për të përzierur mishin, se kjo është më kryesorja, përpunia, ambalazhimi më pas, kombinimi i erëzave përmes teknikëve ushqimor, e padyshim për të sjellë dhe për të qenë jetë gjatë në një treg konkurrent, duhet të jesh patjetër i kujdesshëm në produktet që sillen. Ofrojmë përmes i saj paketime ekonomike, familjare. Ne kemi mundësi të sjellim variante të ndryshme gatimi. Një prej tyre është ky i sotshmi me basarin me lakër, pak suxhuk edhe pak që të kemi shijen e duhur. Të japim një faqe, besoj që të çlirojnë ato aromat e tyre në tigan dhe pastaj i bashkojmë tek lakra. Nuk i heq fare lëkurën. Po, gjatë konsumimit, gjatë vazhdimit të zjerjes, se jo, kush nuk e do, lëkurën e largon vetë aty, po këtu tani e mbron atë pjesën e mishit, pjesën e brendshme, gjatë skuqjes. Duhet të ketë mjaftueshëm ose mish të thatë, ose mish të thatë. Po dhe mish të thatë, jo të gjithë e kanë luksin të gjenë. Dhe sa për sigurin time ushqimore, më mirë zjedh një produkt të ambalazhuar, që e di që është i kontrolluar, jo vetëm i ambalazhuar, i kontrolluar. Edhe ambalazhimi ka ato rëndësinë e vetë, në cilësinë e ushqimit padyshim. Po mbi të gjitha, cilësia dhe që vjen gjithmonë në rritje edhe nga eksperienca e kompanisë, ka bërë që këto paketimet janë të preferuara dhe zgjedhja e konsumatorëve, ne konsumatorëve. Tani, sa bëhet gati ky proces, siç thash, të lëshojnë aromat të dyja llojet e sallamit që vendosi Albana në tigan, do të bëjmë një shkëputje. Vjen në ofertë sot Prostatol, ndaj për ata që ka nevojë për një suplement bimor që nuk ka efekte anësore, mjafton të telefonojnë në numrin që do shfaqet pas pak. Ja ku erdhëm përsëri në kuzhinë, vazhdojmë të përgatisim bacarin, një kombinim shumë i shijshëm me dy produktet e isajt nga kjo kompani, e cila na ofron larmishmëri të produkteve të sallameris, prosciutto apo paketime të përditshmërisë tonë. Ndërkohë, po i shtojmë dhe pak salcë tjetër, sepse na duhet të jetë me ngjyrë të kuqe deri në fund kjo pjesa e servirjes. Duket si mish. Po. Si fileto. Ja, një faqe morën të dyja dhe i shtojmë pak. Pakës ujë. E këto duke qenë se janë të holla, shkrin me një herë në
në tigan salcat. E do të presim, do të vendosim që lakrën tek salami, apo e kundërta. Po me qënë se tigani dhe ku kemi vendosur lakrën është më i thellë, më i madh, e lash thjesht sa për aromë. Ja. Mori tani atë formën e gjellës. Nëse e doni paksaj më të trash, në recetën e shkruar kishim dhe miell misri, nëse e doni të jetë plot edhe... Do ta lë një herë të bëhet mirë. Nëse ka më tepër lëngje. Po. Duke qenë se shihet tani aty në tigan janë goxha të forta, pak nga lakra, pak nga produktet e suxhuk dhe sallamit, do ta freskojmë, do t'i rregullojmë, ekuilibrojmë pak shihet me bimët e freskëta koper majdanos. Pra, për t'i shtuar unë miellin e misrit, teksa mullint bluajnë misrin, grurin, patjetër që unë avash do shkoj të marr miellin avash, por duam të fare të zgjedhë pak dhe po të duam e kalojmë. Ja. Tani, kjo mund të gatuhet kështu siç është, mund të vendoset edhe në furrë apo jo? Në furrë. Unë e kam vendosur edhe furrën, do e jap si alternativë dhe të gatshëm edhe këtu. Jam e ku jam, Gjithsesi, ne e përfunduam recetën e pasardhës, por për mbledh edhe një produkte. Përse jo? Një miell misri, Niki, do të bësh ti kalimin tënd. Tani do të kaloj unë miell misri, të verdh apo të bardh. Po. Çfarë mielli të marrim? Dhe shkel mbi pasarel, Androniki Kolka. Ja. Kemi gati mielli të Gorgona pozitorit. Një lugë ose 2 lugë, thotë ç'thosh. E plotson, jep edhe pak shije, bën më kremoze atë pjesën e salcës. Ja. Se vetë lakra nuk e ka këtë aftësi për ta trashur lëngun, ndryshe nga perimet e tjera. Do të shtoj kripën, pak me terezi, jo të gjithën. Do të shtoj edhe piperin e zi. Dhe pastaj, nëse duam që të eliminojmë këto, si kemi thënë në atë me uthullën, për të eliminuar aromat e lakrës që janë të forta, shkak se familja e lakrave apo brokolit edhe lule lakrës e të gjitha llojet të lakrave kanë ato aromën e rëndë të përbërësve të tyre, kimik, sulforan, përbërës kimik, se kemi pastaj këto të dëmshmit. Duke qenë se janë këto aromat e forta, për të mbrojtur aromën e freskët të shtëpisë, çfarë mund të bëjmë ne tani? Mund të vendosim në një leckë me uthull mbi kapak. Po, se jo, ose një uthull që përthis të gjitha aromat e pakëndshme, në një kavanos, në një tas, lëm pak uthull aty afër gatimit, që mund një tas nga këto që ne i përdorëm, në mënyrë që të eliminojmë aromat. Në të kundërt, Albana po bën ato që ju në shtëpi e bëni shpesh, pra vendosni letra ose lecka të pastra mbi kapak, të cilat i spërkasni me pak uthull, në mënyrë që të përthithen dhe të mënjanohen aromat e forta të lakrës, të lule lakrës, të brokolit, çfarëdo lloj
gatimi që ka aromë të fortë. Nuk mund të themi se është aromë e keqe, se është aromë ushqimi gatimi dhe në ato ushqim do ta konsumojmë, por këto janë aroma të forta. Provojeni me uthullën, edhe çdo lloj arome e pakëndshme që vjen brenda sobës, brenda frigoriferit, uthull, limon gjithashtu, kanë aftësinë që të përthithin, të tërheqin këto aromat dhe ato të mos mbeten në ambientin ku ju punoni. Në fund fare, në tavë. Do ta vendos në tavë, derisa të bëhet pak avash, se s'kam përse unë e shpejtoj asgjë. Kalojmë më një dhe do të kalojmë tani besoj te receta tjetër, apo jo? Ti tregojmë pak produkte dhe gatuajmë sa ti kemi gati në tryezë. Cila gatim do ndalemi tani? Atëherë ku ndalemi tek ëmbëlsira. Regjia na tregon produktet e ëmbëlsirës, çfarë gatuajmë sot tek të ëmblat, duke qenë se duhet një gatim i të tillë edhe një pandispanjë e shërbetosur. Një ëmbëlsirë me 10 kokra vezë, 10 lugë sheqer, 10 lugë miell dhe 1 lugë kafeje sod, në raporte të barabarta. Përgatisim edhe shurupin me sheqer 500 gram, 400 ml ujë, pak vanilje dhe fetë za limoni. Tani, sa ne bëjmë gati produktet, ti sistemojmë në tryezë, presim edhe bacarin të kaloj këtë procesin aty në sobë, shkëputemi për reklama dhe ju presim për të përgatitur pandispanjën e shërbetosur. Mirë se u rikthyet, vazhdojmë të jemi në kuzhinë për të nisur tani me ëmbëlsirën e pandispanjës. Para se të kalojmë tek përgatitja, produktet i lexuam, sërish do t'i lexojmë më pas. I japim dhe një dorë të fundit të recetës bacarit. Do ta vendosim në tavë, në furrë, për të marrë edhe një pjekje aty, edhe në këtë mënyrë edhe i shtojmë pak shijen. Siç e kemi, në një tavë lyejm pak vaj. Ja, një sekond, e largoj pak. E patë. Ja. Shtoj masën. Se Niki, ti merr lugën, baj lugën, edhe unë. Shumë mirë, dale. O, përshoj një sekund, nuk e bëjmë. Pra, bëjmë një për... Pra, nuk është një gatim me lëngë, është një gatim i thatë, edhe pse lakra kështu e ka, edhe në gjellë për shembull, gjithmonë kur e kemi gatuar pa sallam ose thjesht lakër, në gjendje të thatë ashtu sa të zër, ato krusën, ato koren e lehtë. Dhe direkte në furrë, në sa gradë, në 200 gradë, për shumë pak minuta sepse është e bërë. Dhe unë di të them, faleminderit Ola që mua më lehtëson punën time. Shpejt. Do ta lëmë për pak minuta dhe do ta tregojmë në fund derisa të kemi përfunduar me pandispanjën. Tani kalojmë tek kjo ëmbëlsirë. Kalojmë te pandispanja. Aty po përgatisim shurupin? Më duhet ujë, diku te 400 gram, sheqer normalisht do të shtoj akoma dhe më tepër. Pra më duhet sheqeri, më duhen vezët, të cilat ti kemi ndarë, të bardhat veç, të verdhat veç, këto aromat pastaj për shurupin me limon, vanilje. Me sy. Kaq. Një përzgjerje të lehtë. Dhe të grim edhe limon. Lëkura një limoni pasi ne kemi larë shumë mirë.
nuk e bete holl fare, por pa prekur, pa cënuar kufit e të bardhës. Sepse ajo si pa nën shtresa është që jep një shije e i thonë ëmbëlsirën në çdo lloj gatimi tjetër. Sa kohë i duhet pra për të përgatitur shurupin, ne merremi me pjesën e pandispanjës. Do ta pjekim dhe do ta shërbetosim, nëse i përmbledhim hapat shpejt e shpejt. Atëherë marr edhe një. Në varësi të tavës, të tepsisë, zgjedhim edhe sa kokravez do të përdorim për përgatitjen e brumit. Një brum që do të jetë i butë si sfyngjer dhe do të ketë një aromë shumë të mirë. Fillimisht me të bardhat e vezës. Veza jonë Ovital me paketimet familjare, disa paketime të mëdha, mesme dhe të vogla, sipas madhësisë të vezës. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kokra vezë kemi. Janë 10. 10 këtu? 10 këtu. Verda? Për hirtës së vërtetës, Pas ku kish ka më përbërë shumë sa. të bardha, Okej. sepse duhet pra 10 kokra vezë. Ja, do ta ul pak. Pra duhen 10 kokra vezë, 10 lugë Për brumin. por sheqer, Po. sikur se duhen edhe 10 lugë miell. Pra duhen nga 10 e nga 10. Po. Sheqeri është shërbeti është 400 ml ujë, ju mund të shtoni 500, 600 në varësi gjithmonë të shijes të sheqerit sa doni ju, sepse duan të jetë edhe Ka barës. njerëz që e duan shumë të ëmblën. Më duhet vanila dhe lëngu i limonit dhe the action. Krijojmë atë marengën, në formë marenge. Shtoj sheqerin. Zgjedhim ta bëjmë më të imë, ta shkutim pak. Ja. Derisa të ketë të krijojmë atë shkumën e bardhë. Pak edhe e kemi gati. Sa më re fort që jetë kjo e bardha e vezës, aq më e butë si sfyngjer del pandispaja. Pasi përfaqe që të krijohet shkuma më mirë, Ka dhe kokrat e sheqerit, derisa edhe ato të treten plotësisht. po, ja. Përfundoj. Merrem tani me pjesën. Do të shtoj vaniljen, pluhur, lëng, ose në lëvore, si të doni ju, nuk ka shumë rëndësi. Sikurse do të shtoj të verdhat e vezëve.
Vital. Për të shplarë dhe një herë. E dim shumë mirë që nuk mund të vendosim. Pra vezët u shpërbën të dyja ngjyrat. Çfarë duhet tjetër? Sekond nga e lash. Ose me spatulën të ndihmoj. Ja, heq këtë. Ja. Edhe pak. Këto e largoj. Cilëra e kanë pak të procesin derisa të shpërbëhet mirë edhe të krijohet kjo masë delikate. Vendos. Opa, s'ka problem. Syni keq. E kam ndezur? Ka gjë largojmë kështu siç është e vendosim. Një sekond. Dhe marrim përsëri miell tjetër. Edhe pse mielli që zgjedhim për çdo përdorim ose farinat me shijen e vaniljes, ja siç e kemi këtu, mbas e marrim një paketim tjetër. Do kishte nevojë për të situr, si mendon? Ja, një sekond tani. Por unë nuk heq dorë nga bystet nit e mia, pakës sheqer. Do të uta mbretëroj dhe bëri sfida me kaq e një detare. Albana me një stil. Nuk në shkoj dëm fare. Ajo është me kripe di unë. Po sheqer sepse ne buzëqeshim gjithkohë në kohës, që kështu. Atëherë. Një apo dy pako. Marr të dyja unë. Një sekond. Kemi miell sa të duash nga Atlas. Dhe mua më duhen këtu. Dhe miell që kryet vetë, që s'ka nevojë për pluhura të tjera. Sa më pëlqen kjo era e sheqerit djegur. Shumë e imët është si miell, nuk ka nevojë fare për të situr. S'ka mikrofon unë, ja ku ka mikrofonin. Nuk dëgjohem. Më jep një gërshër Albana dhe shtojmë siç është. E pa Atëherë mua më duhen, po një sekond, ja ku kam unë këtu, ja ku kam. Po kam në zemër kam, ja, një sekond. Tu. 10 lukë, së unë zë të qoj dëmë. 1. Po, 1, 2, 3. Ajo ishte 3. 3. Vazhdojmë këtu të 4. Filloj të përzjej. Unë i shtoj lugët. Ti vazhdojmë përzjen me delikatesë. Një lugë druri. Atëherë, ja. 10 vezë, 10 miell. Shtojmë. Ku jemi, 5 a 6? 6. 8, 9 edhe e fundit. Këtu. Të vjeta ndalojmë. Ndalojmë mirë të vjeta, se mbase shofim, se do njerë dhe vezët më janë më të mëdha ose më të vogla, kështu që masa është 10 me 10. Unë them të 10 me 10, por du të shtoj dhe një, di pse? Sepse unë kam shtuar dhe të bardat e vezëve që mora nga receta e parë. Po. Ja, po të shtoj dhe një lugë atërë. Shtoj dhe një lugë edhe nuk ka koplastulik në produktet e mira, qa flet. I përthis më mirë lëngjet të formë. Tani, e kemi masën gati, një masë shumë delikate. Pra nuk ka se që duhet, se unë nuk bra një mareng që duhet ta ruaja me thjesht, bra një përzgjedhje shumë të mirë, sepse më duhet që sheqeri të tretë e mirë, kaq. Edhe me telin e dorës. Ja të kemi brumin e hollë gati. Marë. Tepsi. Një tepsi. Bëj një. E lyejmë me pak vaj dhe vendosim për të pjekur. Ndërkohë, sa të proces të marrë fund, do të sjell edhe bacarin, sepse siç tham, pak minuta.
ndërsa të bëhet edhe ai procesi i vetë pastrimit nga furra për të vendosur ëmbëlsirën. Ja një recetë e shpejt me lakrën dhe me sallam pikant apo suxhuk. Do t'i tregoj edhe një herë produktin me që se përfundoj, sa bëhet gati dhe procesi furrës për të vendosur pandispanjën. Ky ishte bacari me lakra të ndryshme dhe suxhuk. Kur them të ndryshme, mund të jetë një lakër e bardhë ose një lakër tushi e bardhë. Suxhuk ose sallam të thatë, miell mistri, qep, vaj, hudhra, speci kuq pluhur, krip, piper për shije, ujë ose lëng kockash për ta zier paksa dhe në fund fare me pak miell e piqni në furrë. Brenda së cilës do të vendosim tani pandispanjën. Ja, e ke vendos. Kjo do të dyfishoj volumin e vet, do të fryhet. Më pas me të njëjtën temperaturë Albana, me 200 po e lëm. Po, tek e njëjta. Pasi të piqet, do të jetë gati edhe shurupi, do ta shërbetosim. Dhe pse jo, mund ta shoqërojmë patjetër me kafe në gjatë ditës, të pandispanjë, të ëmbëlsirë, të dyja mund të kombinohen shumë mirë me një lëng frutash, ose ashtu siç është vetë një pandispanjë me sherbet ose edhe pa sherbet. Ajo bëhet një kam shërbetin, e kam shërbetin, po. Shërbetin e treguar. Edhe çka gatuajmë tani? Si fillon te pureja? Pureja, le të zëjmë produktet, sa unë me delikatesë, sepse marrë dhe pak kohë pure patatesh. Kemi zier patatet, Albana i merr, kemi qëruar për t'i kthyer ato në pure, do t'i sillim në një formë shije shumë speciale për gjithë familjen. Shohim së bashku një herë çfarë na duhet përveç patateve për ta përgatitur një recetë të thjeshtë. Shohim produktet. Duhet i shtypni mirë që të mos ketë kokriza patatesh. Kemi 100 ml pana, 100 gram sheqer, 4 të verdha vezësh, 100 gram djathë kaçkavall apo edhe krip për të rregulluar shijen. Pure patatesh me vezë dhe pana. Siç e shihni tani, patatet për të zbutur mirë, shtypur mirë, varet si kanë zier ose në rende direkt, po e bëjmë ne. Janë të nxehta, a? Në rende. Direkt, ja. Nëse unë kam dorezën dhe patatja është kaq e nxehtë, është e kohë që vendosim doreza. Po, e vërtet. Duhet të kemi kujdes nga pjesët përbërëse të çdo produkti që prekim, që veshim dhe që punojmë. Nxehtësia e patateve me plastikën e dorezave sigurisht që nuk është një kombinim i dur. Pra, bëra dhe grirjen e patates së fundit. Atu e mbajmë dhe ndoshta për kaçkavallin në renden. Sikurse me pak duart. Gjalpin e kemi në kushtet e ambientit, është i butë, përsëri pak vezë dhe pana. Kaçkavalli që jep dhe një shije të mire. Shtoj djathin sërisht në rende. Më duhet patatja e nxehtë edhe djathi i tillë që të filloj shkrirja. Nuk më duhet i butë. Nëse do më duhet i butë, do të përdorja mozzarella ose gouda. Po. Djathi picës, jo. Djathi tostit, jo. Sepse dhe pica përdor djathin e butë. Shumë të butë për këtë recetë. Ja ku e largoj dhe kalojmë tani në një proces të tillë, i kaurdisim pak. Pra, i lash të... Mere se mos të duhet për vezët. Kam 4 të verdha vezësh. Kam kripën. Sikurse kam dhe arë muskat ose arë myshk. Deri këtu do bëj një përzierje
Kjo s'ka nevoj për tavë, do ta gatuajmë direkt në tigan. Direkt. Do të shtoj panën, edhe pak ujë unikë të lutem. Ja, ma hitë këtu, ma hitë direkt këtu, direkt. Rosh. Trazoj mirë. Nëse unë dua, dhe jo nëse unë dua, i shkon shumë mirë edhe koperi. I shkon që do t'ja shtoj më vonë. I ullë nxehtësin. Mua më thonë që kemi dhe 2 minuta. Për 2 minuta shumë në rregull jemi. Edhe e tregojmë ndoshta të përfunduar deri në mbyllje të rezes për sot, gjithsesi receta do jenë edhe të postuara në YouTube-in tonë, në kanalin Reze Dielli. Shtojmë aty vezët. Edhe pak ose fare ujë sërish. Vezët, pana, shtuam këtu. Pra, nuk është një pure e thjeshtë që bëjmë me lëngun e mishit. Pra? Apo me qumshtin, kemi shtuar më tepër produkte. Sepse e përdor veriu, është një gatim i veriut, i Gjakovës. Këtë trazimi e përhap më mirë tani edhe aromat, edhe vezën, panën gjithashtu e bën të njëtrajtshme brenda të gjithë masës së puresë, duke e trazuar, duke e kaluar në këtë temperaturë të sobës. Edhe sërish derisa Në Spanjë, ndërkohë, nuk po e hap kapakun, sepse dihet që me hapjen e kapakut do të ndikoj pastaj tek fryrja, tek fryrja e vetbrumit, por është në rrugë të mbarë, ka filluar të mpikset edhe të piqet, marrë një ngjyrë të kuqeremt, më të kuqeremt se sa kjo pamja e puresë së patates. Tani, aty do ta lëmë edhe pak minuta, apo jo? Edhe pak, fare të lutem edhe koperin e mbarova. Edhe koperin brenda. Ti grim koper në një pjatë të servirur. Kemi aty koper po. Masën e gjalpit. Se e mban akoma më të butë nga fundi, se i jep edhe atë aromën e mirë të gjalpit. Dhe disa gjethe. Jep ma koperin këtu. Si shkon në shije, i thyem pak edhe ngjyrën. Ja shtojmë tani në fund fare. Kujdes, po çfarë si kështu sot? Sot syri. Po çfarë? Sot syri ka shku të ret. Direkt, kemi do një truk në, por presim. O, mirë, i këta trazoj unë tani, të trazoj unë pak të? Ja, trazoj. Të lutem urgjencën, të lutem. Ja, përfundoj dhe pureja, do merrem pak me gishtin tënd tani, dhe bashkë do të shihemi pas pak me tematikat që u anoncuan për përbërësit kimik me cilën ndeshemi për ditë dhe këshilla praktike në fushën e kujdesit higjenik të shtëpisë. Falenderoj për recetat. Edo. Ta shoh pak gishtin më? Në jetën tonë të përditshme, ndoshta pa e kuptuar gjatë e gjerë, jemi të rrethuar nga dhjetra substanca kimike. Me profesor Artar Trebiski ishte duke diskutuar rreth këtyre substancave kimike, çfarë të bëjmë, si të mbrohemi prej tyre. Gjella me krip, kripa me karar, tha profesori. Mirë se erdhët, kënaqësi që u kam në studio. Kënaqësia ime që vi përsëri te kjo. Duke i marrë me radhë tani të gjitha, që nga detergjentët që përdorim, që tek veshjet që veshim, që nga pastruesit e shtëpis, ushqimet gjithashtu, produktet kozmetike, kudo, jemi të rrethuar, nuk mund të shmangemi, por ndoshta se jemi pak më të vëmendshëm edhe më të përgjegjshëm apo më të kujdesshëm për përzgjedhjen e produkteve, mbrojmë shëndetin ton. Pa jetuar me frikë, por gjithsesi jemi duke mbrojtur shëndetin. Tash si jeta moderne ka sjellë shumë mundësi, të cilat nga një anë na krijojnë shumë komoditet, nga ana tjetër edhe na dëmtojnë. Dhe duke filluar nga plastika që tashmë
flitet vazhdimisht për ndotjen që shkakton, për problemet që shkakton me shëndetin, sepse mikroplastika që në organizme tjera, që nga substancat e ndryshme kimike që përdoren për konservimin e materialeve të ndryshme apo ngjyrosës ndryshme, që nga kozmetika për gjithë llojin e substancave që përdor nga larësit e ndryshëm, të gjitha na krijojnë një komoditet shumë të madh nga njëra anë, por nga ana tjetër kanë pasojat e tyre. S'ka si gjë pasojë, edhe kur marrim një ilaç, vërtet na shëron, por nga ana tjetër ai në aspektin e organizmit është një trup i huaj që organizmin e dëmton mëlçinë e tjera. Që ne duhet bëjmë një bilans midis të mirës dhe të keqes, dhe të keqen ta zvoglojmë sa më tepër, pa hequr benefitet. Nëse marrim konkretisht, për shembull, ju folët për kozmetikën. Do të fillojmë me kozmetikën, se gratë që na ndjekin e kanë gratë janë shumë të interesuara. Sigurisht që shumë substanca kozmetike bëjnë mirë për lëkurën, sepse lëkura bëhet fjalë në këtë mënyrë, e rigjenerojnë atë, e mbajnë të freskët, e mbajnë të hidratuar në mënyrë që të dukesh më e re e tjera. Por nga ana tjetër ka edhe shumë shtesa të tjera që mund të dëmtojnë. Për shembull, të gjithë kozmetikët, njësoj si ushqimi, i dhe në substanca që mos ndodhen procese të prodhimit të myku të baktereve tjera. Substanca që janë parabenet, të cilat janë fungicid dhe baktericid. Por nga ana tjetër, ato ne mund t'i marrim edhe mund t'a dëmtojnë të ne. Sepse këto janë molekula organike, të cilat një që mund të futen në organizëm, mund të shkaktojnë probleme edhe me organizmin. Gjithçka varet në sasi që e përdorim. Që këtë përbërës, pra parabenat, nëse lexojmë në produktet kozmetike, mirë është që ta eliminojmë, të mos e përdorim. Po nga ana tjetër, po më s'patën parabene, mund të rrezikojnë që këto produkte kozmetike të myken, të futen baktere që ushqen me lëndën organike që ato kanë. Pra, nga një anë është mirë ta kesh, nga një anë është mirë mos ta kesh. Çdo gjë varet nga sasia që ato përmbajnë. Pra, Komiteti Evropian këto i ka rregulluar me ligj. Dhe thotë deri në këtë nivel. Më tepër jo. Ka dhe vend për abuzime. Pra, edhe Shqipëria duhet ta rregullojë me ligj që deri në këtë nivel. Dhe sigurisht duhet të ketë kontroll që mos kalohet niveli që substanca të bëhet e dëmshme. Si kupton konsumatori nivelin e parabenit, për shembull? Si ta kuptojmë ne? Nëse kemi një produkt kozmetik ose një shampo që ka dhe silikon, për shembull, si o ta kuptojmë ne dhe si ta përzgjedhim ne atë produktin? Ka apo jo? Për sa i përket konsumatorit është e vështirë se edhe nëse një njeri i zakonshëm është i fiksuar me këtyre gjëra dhe e përzgjedh, masa e madhe e ka vështirë të përzgjedhë. As nuk e shikon fare çfarë përmban. Kjo është më e keqja, që ne nuk lexojmë etiketat, edhe të produktet që konsumojmë. Ne shikojmë çfarë firma është, se kjo firmë është e mirë, por nuk është e thënë që një firmë të jetë e famshme dhe të ketë një produkt të mirë. Pra ka shumë faktorë që ndikojnë. Plus që duhet bërë dhe një propagandë pozitive, siç po bëni ju sot, që njerëzit ta kuptojnë që duhet parë etiketa dhe çfarë përmban. Etiketa. Dhe njerë që e di çfarë përmban, sot ke mjet informacione të jashtëzakonshme, përveç emisioneve të këtij lloji që ti mund ta shikosh cila është e dëmshme dhe cila nuk është e dëmshme. Po për shembull, mund të na sugjeroni apo udhëzoni se nëse lexojmë në një etiket të një produkti të caktuar fjalët që do na i thoni ju ose përbërësit, ti shmangim ose të mos i përdorim shpesh. Ne pimuj, dhe ka po të shikosh ka shishe që lexojnë PBA free. Që do thotë që nuk përmban PBA. Çfarë është PBA? Është një substancë e cila është një monomer e një polimeri që formohet plastika. Atëherë, çfarë ndodh? Në qoftë se ti ke këtë substancë mund të shlirohet në polimeri dhe sipas studimeve rezulton që mund të shkaktoj kancer, mund të shkaktoj diabet, mund të shkaktoj edhe probleme hormonale, sepse është një alternativë me ekstrogjenet, pra hormonet femërore, dhe mund të shkaktoj probleme hormonale. Tash në BE për shembull kjo është ndaluar, nuk përdoret më. PBA-ja. Po, por në Shqipëri mund ta përdorin. Ku e gjem zakonisht ku e gjem PBA, në kuptimin në plastika që bëjnë shishe. Të gjitha mjetet plastike të ndryshme, rezina të ndryshme, bojra të ndryshme që përdoren, të gjitha që i kanë substanca të polimerizuara, mund të përmbajnë këtë gjë. Dhe në fakt shishe duhet të thotë çfarë është. Për shembull, ke shishe që thotë PET, polietilen, për shembull. Kjo tjetra thotë PBA free, domethënë që nuk përmban në fakt. Kjo tjetër nuk e thotë, domethënë që mund ta përmbajnë. Për shembull, ti mban një shishe në makinë, makina nxehet shumë, e ke me ujë. Por nga nxehtësia, nga shisha shirohet kjo e lirë. Dhe ti e merr me ujin.
Pra këtu vjen edhe rreziku i shisheve plastike që bëhen për kohë të gjatë në makinë. Pra ti nuk do ta lësh shishat nxehtë, se nxehtësia bën që të çlirohen substanca nga plastika që pastaj të dëmtojnë shëndetin. Ato kur digjen për sa gjithë mbeturinat, shkalojnë në ajër këto gjëra. Me djegjen e mbeturinave plastike të tjera, të gjitha këto substanca mund të kalojnë në ajër ose mos të kalojnë në ujë. Po sa dyqane kemi, të paktën në kryeqytet, ku bidonat shishet plastike tregtohen dhe qëndrojnë jashtë tani që nxehet dhe ngrohet koha, pikërisht me PBA-n aty dhe ato nga nxehtësia sigurisht që aktivizojnë. Po vaj. Vaj, shishet e tjera plastike. Ullirit që shesin për rrugë fshatarët, apo të tjera qumshti që shesin rrugët gjitha. Të gjitha këto, faktikisht ne i përdorim pa menduar që mund të na shkaktojnë dëm. Dhe qytetari nuk e di që ky dëm vjen nga vetë plastika që në kushte të caktuara na shiron substanca të dëmshme. Tashti është më mirë të përdorim plastik apo ujë? Kështu, më fal, qelç. Sigurisht që qelçi është më i mirë, shumë më i mirë se plastika. Qelçi ka një problem tjetër, kostën e transportit. Sepse qelçi është shumë i rëndë. Nga ana tjetër, transporti çfarë bën? Do të mjedisin. Do të mjedisit na dëmton ne sepse na vjen gjithë substancat e lojë. Është një zinxhir që është një zinxhir që jo për ta bërë që duhet jetojmë me frikë kjo bobo, por të paktën duhet jemi të kujdesshëm. Duhet jemi të kujdesshëm. Po kështu, për shembull ju thatë larsit. Larsit janë të llojeve nga të ndryshme, nuk janë vetëm larsit e rroba. Ti ke lars të dyshames, ke lars të banjës, ke lars të ende. Secili ka specifikën e vet dhe rrezikun e vet. Pra, si nga pikpamja e aromës dhe asaj që ti merr. Tani tek aroma, sa më të forta të jenë aromat, aq më problematike dhe më shumë përbërës kanë, apo duhet na thonë diçka tjetër aroma? Varet nga përqendrimi që kam thënë dhe çfarë arome kam përdorur. Ndonjëherë aroma vetëm me përqendrim të lartë për të gënjur vlerësin që me që ka aromë është e mirë. Jo, nuk e bën të mirë aroma një larës. E bën aftësitë larëse që ka ai. Jo aroma. Për të mos thënë që aroma vetë ndonjëherë mund të jetë alergjike. Sepse të gjitha këto substanca përveç tjera mund të shkaktojnë dhe alergji tek njerëz të ndryshëm. Mua më bën alergji, ty s'të bën. Fakti që nuk të bën ty, nuk do të thotë se të tjerëve nuk i bën alergji. Gjithë ato kimikate shkaktojnë alergji. Pastaj të gjithë produktet larë si rregull përmbajnë substanca që mbasi shplahen ku shkojnë? Në ujëra që derdhen në det. Për shumë, para shumë vitesh në Bregdetin Adriatik. Aty janë peshqit i konsumojnë me mikroplastika, kështu që është ai zinxhiri. Në Adriatik ndodhi për shkak të larzëve që kishin shumë fosfat, nxitën shumë rritja e algave, siç ndodhi në liqenin artificial. Rritja e algave vjen nga substancat ushqyese që janë me tepritës, fosfate e tjera, që vijnë edhe nga jashtëqitja njerëzore, por edhe nga larsit që përmbajnë fosfate. Dhe rritja e algave çfarë bën? Që mos ketë më oksigjen ujë dhe ngordh gjithë peshqit. Dhe prandaj BE-ja për shembull tash e ndalon të gjithë larsit mos kenë fosfat në një nivel saktuar. Përndryshe është e jashtëligjshme. Dhe këto duhen patur parasysh që të plotësohen gjithë kriteret ligjore dhe që legjislacioni shqiptar të barazohet me legjislacionin evropian që është shumë mbrojtës për këtë gjëra. Silikonet tek shampot, për shumë që themi tek larsit, tani te larsi i flokëve. Silikonet kanë një qëllim që... Si e lexojmë në etiketën e një shampoje dhe çfarë përbërësisht të tjerë nuk duhet të përmbaj ajo shampo? Këto substancat silikone janë për të dhënë shkëlqim dhe po themi butësi dhe rrëshqitje. Pra bëjnë sipërfaqe të shkëlqyeshme, të buta, që rrëshqasin, aty bëjnë flokët me ndriçim. Problemi i flokëve nuk është aq i madh në vetvete, se floku është një pajet. Për shembull, ti e pret flokun, nuk të dhëmb. Pra, floku, pamja e flokut ndryshon, po nuk është se flokun vetvete të cilët pasojë për shëndetin. Gjithë problemi është në kontaktin që kanë me lëkurën. Këtu vjen problemi, sepse lëkura është një indi gjallë, që qelizat e saj mund të dëmtohen ose pra së pari silikonet ta bllokojnë nga ajrimi lëkurën. Sepse të formojnë një stres të shkëlqyer, por që të pengon ajrimin e lëkurës. Nga mungesa e ajrimit të lëkurës më formohen puçra, gjëra të tjera të këtij lloji. Se varet edhe nga lloji lëkurës që ka secili person dhe reagimi që ka secili person. Pra, dhe nëse ti e përdor vazhdimisht, ky problem mund të rëndohet. Se po ta përdorësh një herë në javë, pastaj e pastron tjetër gjë tjetër, por nëse ti e përdor për ditë, 2 herë në ditë, atëherë ti e ke komplet të bllokuar lëkurën nga të gjithë kontakti me mjedisin. Lëkura nuk ajriset, zakonisht kur nuk ajriset lëkura formohen puçra, qendra infeksioni e tjera, që
ti në nivela fatgjatë ta dëmtojnë lëkurën në vend që ta përmirësojnë lëkurën. Duhet patur shumë kujdes, edhe besoj ke dëgjuar raste edhe të njerëzve të famshëm që kanë përdorur dhe kremra shumë të shtrenjtë që mbas një farë kohë shikojnë që lëkura në vend që ti përmirësohet ishte dëmtuar. Sepse edhe ka rëndësi çfarë përmban, po dhe sa ajër e bën. Po mirë, profesor, meqense kemi kremra shumë të shtrenjtë, kemi dhe kremra më të lirë dhe kremra që quhen natyral. Ky kremi më i shtrenjtë nuk ka përbërës kimik, pse është më i shtrenjtë? Përveç se emrit Për sa i përket termit kimik, kimikët edhe naturalet dhe artificialet kimik janë. Pra edhe ato që vinë nga produkte natyrale, të gjithë substanca kimike janë. Nuk ka rëndësi vjen natyrale apo jo. Bile s'ka dhe gjëra që i sintetizon njeriu të njëjta me ato që prodhon natyra. Për shembull, nëse ne marrim vitamina nga domatja, A, B, C, B1, B2 e tjera, apo e marrim nga një tablet që e ka sintetizuar njeriu, po njëta vitaminë është ajo, nuk ka rëndësi burimi. Po flasim për tjetër molekullë. Tash problemi është kur kemi substanca të prodhuara nga njeriu që nuk i gjejmë në natyrë, është një gjë tjetër. Që ndihmojnë. Dhe sigurisht që natyra mund të ketë gjëra të mira, po mund të ketë gjëra të këqija. Pra nuk është se të gjithë gjërat natyrore janë të dobishme. Po marr kot një shembull ekstrem. Helmi i gjarprit është natyror, por na vdes. Pra nuk është e thënë që ne duhet të përdorim helm gjarprit me që është natyror. Pra, e rëndësishme është efekti që kanë dhe si rregull, çdo produkt kozmetik, njësoj si ilaçet, duhet të ketë një shoqërues që thotë mund të ketë këto efekte. Dhe kur themi mund të ketë këto efekte, kjo nuk do të thotë që i ndodh gjithë, se këtu ngatrohen njerëzit. Pra, mua ma jep atë efekt, ty nuk ta jep. Një produkt që ka në etiketimin e tij shumë përbërës, pra ajo lista mbrapa është shumë e gjatë. Ne duhet jemi dyshues, apo sa më shumë më keq, apo sa më pak më mirë, si duhet ta zgjedhim? Nuk mendoj që është asia e substancave që ndikon për mirë apo për keq. Është çfarë lloj substancash përmban. Pra mund të ketë më pak, po i ka të dëmshme. Po, mund të ketë shumë më tepër dhe që nuk të shkaktojnë dëm. Pra, gjithçka varet. Për të mos thënë, po e përsëris një herë që efekti është dhe vetjak. Për shembull si alergjit, sepse këto substanca mund shkaktojnë dhe alergji. Dhe alergjit sot janë një problem shumë i madh. Po alergjit shkaktojnë dhe polenet që janë natyror. Pra, polene ka gjithandej, i prodhon natyra. Po alergjit mund shkaktojnë dhe nga, për shembull, një shampo që e përdor për të larë flokët. Po, sepse nuk është për tipin e flokut apo për lëkurën. Po i njëjta shampo, dikujt tjetër nuk i shkakton alergji. Pra është individuale. Ajo që është e rëndësishme është që mos kemi substanca që ndërtojnë shëndetin. Çfarë substanca që ndërtojnë shëndetin? Substanca kancerogjene, që në përgjithësisht i kanë ngjyruesit dhe aromatizuesit. Aromatizuesit që nuk janë, po, fjalë të gjitha këto, nëse ti shton substanca që ka bërë njeriu, këto kimikate mund të dëmtojnë ADN-n e qelizave dhe të çojnë kancer. Këtu duhet patë kujdes. Këto që janë konservues, gjithashtu, që mund të shkaktojnë dëme, sepse janë substanca që vrasin, që janë konservuesit? Substanca që vrasin baktere dhe myqe. Pra që ushqimi dhe kosmetika... Të ketë një gjatësi. Po, të ketë një gjatësi. Po ndërkohë, ti e merr gjatë ushqimit atë. Dhe ato edhe ty mundet që të dëmtojnë. Patjetër. Pra, këto janë që mund të dëmtojnë dhe ku mund të dëmtojnë ose në nivel të ADN-s që të shkaktojnë kancer, ose në nivel të substancave ndryshme që i vetë organizmi që ka, por që këto konkurojnë me ato. Këto aromatizuesit që ju përmendët, pra që përsëri përmban ngjyrues aromatizues, po. Ngjyrues aromatizues edhe shtëpive për shembull, të makinave, se të gjithë i përdorin, ndaj dhe duhet të jemi më konkret. Unë për shembull nuk e di. Ka shumë aromatizues makinave që unë krypjen automatik në atë makinë nuk rrit dot. Nuk e duroj dot atë aromë. Është një aromë që kur e ndjej, sigur do më vrasë, më duket mua. Mbase dikujt tjetër i vjen mirë ose mësohet, po unë do preferuaj që në makinën time mos kishe fare aromatizues, vetëm të pastroj. Dhe nuk e di, nëse vjen në lule që të aromatizohet ose ka gjethe të thara, të tjera që mund të kenë aromë natyrore, që japin aromë, sesa një aromatizues sintetik që unë nuk do e pëlqeja. Po nuk është vetëm makina, profesor. Jemi në shtëpi, në për lokale, po si përmendim në për lokale, në ambientet të tjera publike, në zyra që përdoren aromatizues të fortë.
Nga njëra anë për të shmangur aromat e këqija ose për të cilë një aromë të freskët, të fort, bukur, të këndshme, por ana tjetër e fshehur është që jashtë këto kanë probleme. Në zyrë do kisha vënd një tabelë, vënd të aromatizuzve, që të gjithë pjesëtarët e zyrës, apo kudo që janë, të vinë të larë dhe të veshë me rroba të larë çdo mëngjes. Dhe nuk kemi aroma. Dhe sigurisht pastaj larja e mjedisit, sepse zakonisht aromat e këqija vjen nga njerëzit dhe gjithashtu nga mbeturina që ngelen dhe fermentohen, pastaj që nuk kanë larë mirë në mjedis. Nëse ne i krijojmë kushte pastërtie mjedisit dhe njerëzve, nuk ka aromë. Tu për shkak jemi në studio televizive, nuk ndjej asnjë aromë të keqe. Sepse kjo tregon që mbahet pastër, pavarësisht se këtu njerëzit lëvizin, pra çdo gjë është në rregull. Nuk kemi nevojë që këtu të vëmë një aromatizues, nëse ne mbajmë mjedisin e pastër. Unë jam kundër aromatizuzve. Nuk i përdorni as në makinë, as në shtëpi? Jo, as në makinë nuk e përdor. Me fjalë, as për parfume nuk përdor vetë, por sigurisht femrat e tjera kur kanë parfume të mira të tjera, edhe të kënaqen aromat. Edhe parfumet na dëmtojnë? Po ndonjë edhe mund të dëmtojnë, varet çfarë. Prandaj edhe disa parfume janë shumë më të shtrenjtë se të tjerët. Dhe disa janë më të lirë. Po të vësh re, ca parfume të lirë kanë një aromë që të duket si aromë trëndafilja, po nuk është se është trëndafili vërtet, pra nuk të kënaqen aromë. Kurse ti merr një që është shtrenjtë që vërtet ka aromë për trëndafili, po ka një nuancë tjetër që ty të kënaq. Pra, kjo tregon që shumë gjëra janë të prodhuara sintetikisht nga njeriu, por që ti nuk e di efektin që ka te ty. Sepse ajo aromë ty brenda organizmit dhe të një substancë që mund të dëmtojnë. Po. Një studim tregonte që mikroplastikat, përveç se bidonave të ujit apo kudo në rrethin që ne ushqemi dhe jetojmë, këto mikroplastika i marrim edhe prej teshave, prej tekstileve, prej rrobave. Sa realisht na dëmtojnë? Shumica e rrobave janë plastike. Kur lexojmë poliester, etj me radhë, gjitha do të thonë që janë plastike prodhuar nga njeriu. Dhe nga kjo pikpamje, edhe ato përmbajnë aq më tepër që rrobat kanë dhe fije shumë të odha, që ti edhe kur pastron e tjera mund t'i marrësh me nuhatje, ty në gojë, plurat që formohen nga rrobat e gjitha. Dhe këto janë grimca kaq të vogla që fizikisht ato mund ty në qelizat tona. Pra ne nuk kuptojmë, nuk i ndjejmë, pra ato hynë në organizëm. Ky është një problem i madh sot, se në të gjithë botën, nuk e di ke vajtur në lumenjtë e Shqipërisë, janë gjithë qese plastike të coptuara. Po këto kanë shkuar në lumenjë, janë bërë grimca jashtëzakonisht vogla që han peshqit. Ne han peshqit, i marrim me vete, i fusim në organizmin tonë. Dhe sot është një problem shumë i madh, dëmtimi i qelizave nga mikroplastika. Sepse janë kaq të vogla sa futen në qelizë dhe pastaj dëmtojnë qelizën. Dhe janë me pasoja të mëdha në kuptimin e jetës në tokë. Kjo është një nga luftat të mëdha. Po, kështu edhe rrobat. Pra, ka një problem shumë të madh me rrobat se si duhet të riciklohen. Pra ne kemi thënë që okej të zgjedhim veshje pambuku sepse janë më të rehatshme kundra. Problemi i gjërave natyrore është që është më lehtë për njeriu sot të prodhojë sintetike se sa njerëz natyrore. Për shkak të kostës? Po, kostos dhe sasisë. Pra për të prodhuar ti pambuk duhet mbjellësh fusha të tëra me pambuk. Për të prodhuar poliester është fare kollaj, fabrika prodhon sa dojnë. Nga një sasi e caktuar naftë e tjera më radhë. Është shumë e lehtë të prodhosh poliester dhe me kosto shumë të lumtur dhe me sasi shumë të madhe se sa të prodhosh pambuk. Ky është problemi. Po. Tani në këtë treg kaq të frustruar e të ngjeshur, profesor, kemi ndonjë zgjidhje, ndonjë këshill sepse do mendojnë njerëzit që po mirë, mos veshim, mos lahemi, s'kemi detergjent, nuk kemi ku ta mbajmë ujin, çfarë të bëjmë tani? Çfarë këshillesh mund t'i japim? Tash gjithçka është sa përdorim dhe çfarë përdorim. Ti the përpara të thënien, gjella me krip, kripa me karar. Pra, duhet që ti përdorim me kujdes dhe jo në mënyrë të egzageruar. Se edhe sa është frekuenca e përdorimit ndikon, jo vetëm përdorimin vetvete. Dhe sigurisht duhet për gjëra të caktuara mund të këshillohemi dhe me specialist dhe të shohim etiketën. Është një kulturë e munguar tek ne leximi i etiketave të produkteve ushqimore, të produkteve të kozmetikës. Unë mendoj që asnjëri nuk e lexon etiketën. E parë është se po ta vësh etiketat janë me shkrim kaq të vogël sa që edhe të duash ta lexosh, nuk e lexon dot. Edhe ato të ilaçeve që merr ti, po ta lexosh janë kaq të vogla sa që. Është strategjike kjo apo thjesht? Po, mund të jetë strategjike.
që ti mos të lezosh, si punë atyre kontratave, që të shkruajnë me të vogël një gjë aty poshtë, dhe ti e firmos. Mos jetë shumë e vëmendshme. Ti krish, mos jesh e vëmendshme, dhe ta kalosh. Por, më e mirat mirave është që ta ham ushqim të pa konservuar. Po. Pra, ushqim pa konservuar që nuk i kanë hedhur, pra nuk është përpunuar. Sa më të pak i përpunuar që të jetë një ushqim, aq më mirë është. Sa më shumë i përpunuar, aq më shumë shtesa ka brenda vetes. Për shembull, një rreziku që të ketë shtesa shumë më tepër nga njeriu i një djathi, po themi, nga këto që hapen me fik, është shumë i madh se sa të djathi bardh. Sepse ajo është një përzierje gjërash, po futen shumë gjëra aty brenda. Për që një till i but, për të ketë pra paktën një rezistencë dhe jetë gjatësi. Përzierje nuk është, jo, se ka nevojë për jetë gjatësi, për ta bërë të butë, për ta bërë të shijshëm etj. Për të shtuar shumë gjëra të përpunuara në fabrika. Pra, sa më pak i përpunuar nga fabrika, aq më mirë, për sa i takon ushqimeve. Për sa i takon kozmetikës dhe detergjentët, meqense ndan në 3. Kozmetika në farë mënyrë e tëra nga fabrika është. Por duhet marr po themi burime të besueshme, që do të thotë në këndvështrimin ti, do të marrë nga Komiteti Evropian, sepse ka ligjet të caktuara, dhe ata nuk mund t'i thuajnë dot ligjet. Se në Shqipëri është e lehtë, në thonë se ta thyesh ligjet dhe s'ta thot asnjëri. Por kur vjen një produkt nga Komiteti Evropian, nuk ka rëndësi Italia, Gjermania e tjera, ka të gjithë detyrimet që ka brenda Komitetit Evropian. Dhe në këtë farë mënyrë ka më tepër siguri se sa produktet të tjera me origjinë të papërcaktuar. Po kështu dhe për rrobat. Se ndonjëherë themi pse rroba një firme të caktuar është më e shtrenjtë se kjo, se të dyja pambuket. Jo, as i thosh, është cilësia dhe siguria. Përveç shembull. Themi ne mall turk ose mall kinez ose mall europian. Kjo është problemi. Pra, duhet dish çfarë kanë shishe, them unë. Kjo është. Falenderoj shumë, besoj në fundit nuk bëhet fjalë siç e thash edhe një herë që ne të jetojmë gjithë me frikë, po edhe kjo duhet të jetë ekzistojë ndonjëherë për të na bërë ne të bëjmë zgjedhje më të zgjuara, të jemi më të vëmendshëm edhe më të përgjegjshëm për jetën tonë. Një gotë verë bën mirë, po një shishe verë bën dëm. Të bën dëm. Faleminderit, uroj ditë të mbarë. Ne do të shkëputemi për publicitet. Do të kemi të tjera këshilla praktike, natyrale. Për shembull, si të përdorim në vend të detergjentëve kimik, të përdorim produkte natyrale për të pastruar. Përdorim sapunin. Edhe sapunin. Faleminderit profesor. Pas publicitetit ju pres përsëri. Të tjera këshilla do të marrim tani përmes Eva Ekonomi, që është specialiste, eksperte për kujdesit shtëpiak dhe merret me shumë gjëra në fakt, po për temën e sotme do ta prezantoj kështu. Mirë se erdhe, Eva. Mirë se vjeta. 2 këshilla të vlefshme do të merrni sot, si të kujdeseni për peshqirët tuaj, të cilët duhet të jenë të butë, të freskët, të kenë dhe aromë të mirë. Efekti i sisës është më i rëndësishëm. Të na përthithin më mirë lagështirën, kur ne pastrohemi, lahemi, dhe po ashtu do të kalojmë në këndin tjetër për të treguar në një truk natyral. Është ai sezoni tani që pastrohet me themeli shtëpia edhe jastëkët nga dimri gjatë, sigurisht marrin shpeshherë edhe nga vjetërsia, por edhe nga përdorimi i pakujdesshëm zverdhen. Na duhet që ti shkëlqejmë dhe jastëkët. Për te i këllëfit, çfarë do ta tregoj Eva, do të na dishni deri në fund. Tani pse është e rëndësishme për të folur për peshqirët, sepse një për pastërtinë, e dyta për mikroorganizmat që kanë dhe sa shpesh duhen ndruar. Kjo është pyetja e parë që kam. Tani, duhet të dim njëherë se çfarë ndodh, domethënë çfarë kush i prish peshqirët, cilat janë ato, domethënë që i prishin peshqirët. Tani, detergjent me shumicë. Këtë e kanë anvisat, e kanë mani për t'i futur sa më shumë detergjent. Sepse mendojmë se lahen më mirë. Edhe peshqirëve, po edhe rrobave. Kot nuk është masa e dur, që kanë detergjentët, po ashtu dhe zbutësi. Zbutës nuk duhet... Zbutësi? Po. Sidomos peshqirët i prish sepse i prish këtë efektin thithës, këto mbaresat e fijeve, bëjnë të ashpra.
Tani këto të tre peshqirë që kemi këtu janë të treja, tha Eva, shumë të ashpër, se janë përdorur shumë zbutës. Në sasi dhe në shpeshtësi. Tani gabimi, ose ajo që ne mendojmë është që i hedhim zbutës që të qëndrojnë të jenë të buta, por që kërka e kundërta. Është e kundërta, po. Nëse doni që peshqirët të jenë të butë, në vend të zbutësit, pra në sektorin ku e lavatrices që është në sirtar, pra ku vjen zbutësit, të vini uthull të bardhë të distiluar mundësisht, sepse është më delikate për robat. Ajo në i mbanë të buta. Po, mbanë të buta. Dhe gjithmonë duhet... Aqë më të përqë është dhe një Jo përbërës... në çdo larje, do më duhet ta keni parasysh këtë gjë. Jo gjithmonë në çdo larje. Pra kur e shihni që po ashpërsohen, po nuk e kanë atë efektin thithës. Po. Pra, këto. Gjë tjetër, peshqirët nuk duhen përdorur për të fshirë makijazhin, edhe kjo gjë i prish. Që përdoret shpesh, pra pas për kujdesje larje të fytyrës, përdorim dhe peshqirët të cilët ndoshta edhe njomen pak me ujë të nxehtë, fshihet makijazhi dhe lihet përsëri ashtu për tu tharë dhe përsëri përdoret. Po, dhe te uji i nxehtë do kaloj, nuk duhet përdorur temperaturë shumë e lartë. Për peshqirët? Po, për peshqirët. Cila është temperatura në lavatrice që duhet të zgjedhim? 50-60 gradë. 90 gradë janë përdoret vetëm për njolla tepër të forta. Jo vetëm për peshqirët, për veshjet e tjera, për çarçafët, pra, se thonë për shembull, jo, po pse është vënë temperatura 90 gradë? Është vënë vetëm për këtë gjë. Domethënë, jo për t'i larë gjithmonë në 90 gradë. Të bardhat që themi ne, se i lajme 90 gradë ato bëhen më të pastra. Edhe prishen robat, çarçafët, shtresat të gjitha, por edhe dëmtohet dhe lavatrice. Çfarë ndodh nëse peshqirët janë të lagur, pasi kemi fshirë fytyrën, pas edhe duhet të tregojmë se si që ne të thithim thjesht lagështirën e fytyrës dhe jo ta fshim të tillë sepse dëmtojmë edhe lëkurën tonë. Çfarë ndodh nëse nuk ndrohen shpesh? Se janë të destinuar peshqirët është një krijohet me burim, burim i organizmit direkt, domethënë. Me njerë vjen ajo era e lagështirës, dhe pastaj normalisht jashtë. Sa shpesh duhet të ndrohen peshqirët? Tash, pas çdo larje duhet të varet, ka peshqir duash, ka peshqir banjoje, ka peshqir kuzhine, domethënë këto të gjitha janë të kategorizuar, pra duhet i kategorizojmë. Edhe në procesin e larjes, nuk do t'i fusim gjitha me një vend. Peshqirët e banjos dhe me të kuzhinës. E vërtet. Edhe në kuzhinë kemi peshqirë që fshim duart, kemi peshqirë ose me mikrofiber kështu që për banakët. Domethënë janë të gjitha të kategorizuara. Pra nuk duhet të lahen bashkë me njëra tjetër. Jo, absolutisht, sepse kalojnë mikroorganizmat që kemi në kuzhinë me mbeturinat me to, te peshqirët e banjës. A duhen e kurosur peshqirët? Peshqirët në fakt prap do kaloj te temperatura. Pra nuk duhen me temperaturë shumë të lartë. Domethënë dhe ekuri nuk e pranon, nuk i dëmton ato mbaresat e fijeve që ti përmende, kështu që është një mënyrë. Do të përmend edhe një lartë si zakonshëm në lavatrice. Do të përmend edhe një fakt tjetër që domethënë habiten që pse nuk janë të butë direkt, domethënë mbas disa përdorimesh peshqirët. Sepse i shohim në dyqan që janë shumë të butë. Pse? Sepse kanë një shtres si silikon sipër, edhe këtu na e kanë futur. Ai silikoni mbaka të butë. Dhe patjetër duhet i lajmë peshqirët e rinj. Jo të përdoren direkt sa po bien. Ashtu sikurse edhe robat, po. Po kjo patjetër, sepse duhet të hiqet ajo stres që nga fabrika. Silikonit që më pas që i mban aq të butë. Ky është sekreti që tani dalin të ashpër, pastaj tani na dalin të ashpër, por gjithsesi edhe zbutësi tepër. Nuk është se i mban ata më të butë, po thjesht i dëmton se do të shihet tek larja e radhës. Sepse përdorin edhe me shumë sasi zbutësin. Si detergjentin, si zbutësin. Okej. Le të kalojmë te këndi tjetër Eva tani për të treguar një përzierje për këta jastëkët që shpresoj që të duken këto njollat e verdha, kështu bëhen jastëkët pas shumë përdorimesh, gjatë dimrit, nga djersat, nga flokët, nga papastërtit. Përveç se lajm këndësin, jastëkët mbeten kështu. Edhe ne femrat për shembull harrojmë të heqim makijazhin edhe ose s'është hequr mirë, se deri këtu domethënë ndoshta jo, por që atëherë si do t'i zbardhim jastëkët e zverdhur? Një përzierje që do ta tregoj Eva tani, këtu kemi një legendë me ujë të vakët. Tani duhet të theksoj një diçka, sepse jo të gjithë jastëkët janë njësoj, kanë
mbushje të Të ndryshme, copa të ndryshme. Në rast të parë duhet të them, jasekët me sfungjer nuk lahen. Po. Nuk lahen për t'i pastruar, për t'i thithur nga mikroorganizmat, nga gjithë, jo djersa, mbetjet që lizat e vdekur ato, duhen spërkatur me sodë buke. Duhen lënë një 3 orë, dhe pasaj vjetë fshesa me korrent. Në vend të sodës së bukës, mund të përdoret edhe miell misri. Miell misri është shumë i mirë. O soda e bukës, o miell i misrit. Pra i spërkasin dhe pastaj vazhdojmë me... I spërkat dhe i spërkat mirë. Tu kemi për shumë sodën, ndoshta mund ta fillojmë procesin tani ne. Soda, këtu, jo, duhet dhe detergjenti. Detergjenti larës që pastrojmë. Për roba të bardha. Të bardha. Të bardha, me që kemi dhe jastikun e bardh. Po. Sodë buke, me të njëjtën, jo, më falë se mos i nga të aronë. Janë soda dhe detergjenti. Po. Tani, varet nga njolla. Njolla në qofse ka shumë kohë, po ka shumë vite. Pa tjetër, ka shumë vite që ka qëndruar dhe që nuk është përdorur. Tani duhet lënë 3 orë minimumi me këtë përzierje në ujë. Përzierje në ujë. Po. Me thënë dhe do të ishti pa Duke i treguar, pa humbur kohë dhe i tregojmë. Pra, në fakt, legjeni është pak i vogël, po ne do t'i... Po i tregojmë kështu mbi jastëk, sepse duken dhe njollat e verdha, sepse në këtë formë po diskutohet se si të largojmë këto njolla të verdha, ndoshta edhe në kamerë është e qartë për të treguar gjithë procesin, pra spërkatje mbulojmë mirë me sodë dhe detergjent. Kuptohet. Tani ne do ta fusim në ujë, tash puna është që e gjitha, siç është, atë ndihmoj edhe pak. Ndoshta gjysmën për të treguar që përveç këtyre të dyjave, të nxehtë, përveç këtyre të dyjave, do t'i vëmë dhe peroksid hidrogjeni, pra, që gjendet në farmaci, ujë oksigjenuar ndryshe, nuk kushton shumë në nuk kushton të shumë. njëjta. Dhe duhet 3%. Ti 3% të lexoj ujë hidrogenizuar. Jo 6%, sepse shumë i fortë. Po. Atëherë, edhe një herë, soda, detergjenti, ujë i oksigjenuar. Po. I oksigjenuar. Dhe duhet lënë minimumi 3 orë. Po. Pastaj vendosim në lavatrice. Shumë të forta. Dhe pastaj në lavatrice me ciklin e duhur. Është me pupla, është me mbushje sintetike, pra duhet kujdes. Pse përdorim dhe se për shembull mund të përdorin anvisat zbardhues me klor. Se du ta mbyllim tani. Po. Zbardhues me klor, absolutisht jo. Jo klori në përroba, sidomos të zbardhues i oksigjenuar, domethënë janë të veçantë për këtë. Që mos bëjmë zgjedhje të gabuar që edhe dëmtojmë materialin edhe shëndetin tonë. Dhe një gjë, duhet keni shumë kujdes. Në qoftë se do përdorni zbardhuesin e oksigjenuar, nuk do të përdorni peroksidin e hidrogjenit. Jo të dyja bashkë se bëjnë reaksion. O njërin o tjetrin. E gjeni shumë kollaj, për shembull, në farmaci ka kudo. Po. Sot buke njërin o tjetrin, asnjëherë kujdes me përzierjet e gabuara, sepse bëjnë reaksione. Pra, 3 orë dhe më pas në lavatrice. Të falenderoj shumë për këshilla, duhet të lajm duar tani. Patjetër, duhet kishim mund të Faleminderit dhe juve për vëmendjen tuaj. Këshilla do t'i gjeni edhe në kanalin tonë në YouTube. Kalofshi një ditë të bukur. Faleminderit Eva.